Nuk është çështja vetëm që jemi të pakorruptuar dhe të pakorruptueshëm, por na e kemi edhe drejtimin e duhur. Prej 11 terminaleve doganore, 8 janë kthy shtetit, 8 janë gjithsej tash, edhe 3 kanë mbet, edhe ato i kthejmë në pranverën e vitit 2026. Këtë rritje ekonomike, mesatarisht 6% në këto 4 vite, asnjëherë para nën 4%, të dashur qytetar, ne nuk e kemi mbajt për shtet, po e kemi shpërndar për shoqëni. Rishpërndarja sociale nuk është barë për zhvillimin ekonomik, po është karburanti i zhvillimit shoqëror. Duke shpërndar rritjen ekonomike, e kemi zvoglu varfrin dhe pabarazin dhe e kemi rrit kërkesën agregate në ekonomi, e cila më tej e shton qarkullimin e bizneseve dhe mundëson rritjen e më të tjeshme të ekonomisë. Pra, nuk është çështja vetëm që jemi të pakorruptuar dhe të pakorruptueshëm, por na e kemi edhe drejtimin e duhur. Unë besoj që ata edhe janë korruptuar, edhe janë të korruptueshëm sepse e kanë drejtimin e gabuar. Ne duke e pasur drejtimin e duhur, as jemi korruptuar dhe kur nuk do të korruptohemi.